U konstitua përbërja e re e Këshillit të Komunës së Kërçovës. Përbëhet nga 19 këshilltarë, prej të cilëve 8 janë nga radhët e VMRO-DPMN-s, 1 LSDM, 3 Vlen, 5 AKI dhe 2 nga lista e pavarur. Këshilltarja e koalicionit Vlen, Teuta Ahmeti Purellku, propozoi Ajhan Sulkoskin për kryetar të Këshillit. Si koalicion Vlen, propozoi për kryesues Këshilli zotin Ajhan Sulkoskin. Ky propozim kaloi me 12 vota pro të këshilltarëve të VMRO-DPMN-s, LSDM-s dhe Vlenit. Me mirënjohje se sinqart vëndjen kalar përgjegjësie e pranoj detyren e kryetarit të Këshillit të Komunës së Kërçovës. Këshilltarët e AKI-s dhe listës së pavarur që votuan kundër reaguan pas përfundimit të seancës. Sot përfundimisht u shkel vullneti qytetarëve, të cilët më 19 tetor vendosën që ky këshill të frymojë Shqip. Siç e duket, pazaret e VMRO Vlen, sa që vjen të dalin në sipërfaqe, dhe ato pazare sot edhe i qitën ta marrin vesh të gjithë qytetarët. Ne si koalicion i Aleancës Kombëtare kemi zgjatur dorën e bashkëpunimit me këshilltarët e Vlenit të listës pavarur, por gjithmonë ato kanë rarë në vesh të shurdhur. Zgjedhja e kryetarit të Këshillit të Komunës së Kërçovës, që realisht nuk paraqet dhe nuk manifeston një realitet që është komunën tonë, që është një shumicë shqiptare, dhe në këtë rast koalicionimi midis VMRO-s, DPMN-s dhe Vlen e bën që kryesuesi i Këshillit Komunal mos manifestojë realitetin objektiv dhe faktik të Komunës së Kërçovës. Kjo përbërje e re e Këshillit vjen nga zgjedhjet lokale të 19 tetorit dhe do të funksionojë në 4 vitet e ardhshme.